Në juglindje të Shqipërisë, buz liçenit magjepsës së Ohrit, ndodhet parku Drilonit dhe fshati piktoresk i Tushemishtit, një nga thesaret natyrore dhe kulturore më të çmuara të vendit. Këtu, ku burimet e kristalta përzihen me gjelbërimin e pyjeve dhe aromën e pishave, natyra dhe qetësia kanë bashkëtuar për shekuj me radhë. Në vitin 2019, UNESCO e shpalli këtë zonë pjesë të trashëgimisë botërore, natyrore dhe kulturore, për shkak të biodiversitetit unik dhe historisë së pasur që mbart. Liçeni Pogradecit është liçeni më i thellë tektonik në Ballkan, plot 289 metra dhe një ekosistem i rrallë ku jetojnë 10 specie endemike. Por sot, ky peizazh i qetë po përballet me një kërcënim të ri. Një sër projektesh ndërtimi të miratuara nga autoritetet shqiptare rrezikojnë të ndryshojnë përgjithmonë pamjen e këtij vendi. Në dhjetor të vitit 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi projektin Pogradec Marina me sipërfaqe prej 22.000 m2, që parashikon ngritjen e 5 kullave shumëkatëshe nga 13 deri 25 kate vetëm pak metra larg bregut të liçenit. Sipas dokumenteve, pas projektit qëndron një konsorcium kompanish, ku pronari përfitues është biznesmeni Armand Lilo. Në hyrje të Tushemishtit po zbatohet një tjetër projekt, Pyjet e Drilonit, ku parashikohet ndërtimi i pallateve 12 katëshe pranë burimeve të famshme të Drilonit. Shitja e apartamenteve ka nisur tashmë me çmime që arrin deri në 157.000 euro për një njësi 2+1. Ekspertët mjedisor thonë se këto zhvillime bien ndesh me statusin e zonës së mbrojtur dhe me rregullat e UNESCO-s. Sipas organizatës Lake Ohrid Heritage, ndërtimet gjigante rrezikojnë të shkatërrojnë ekosistemin dhe mund ta çojnë liçenin e Ohrit në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. Banorët thonë se aroma e ujrave të ndotura, ndërtimet pa plan dhe mungesa e kontrollit e dëmtojnë zonën. Inxhinieria Yll Kaçau-Sholli paralajmëron se toka në Drilon është e butë dhe nuk mban ndërtime të larta. Edhe Arbër Male, këshilltar bashkiak në Pogradec, e sheh këtë si një rrezik. Ai thotë se nuk mund të ketë pyje dhe kulla së bashku. Ndërkohë, autoritetet lokale dhe qeveria shqiptare thonë se projektet do të sjellin një zhvillim ekonomik dhe rritje të turizmit. Por UNESCO e ka bërë të qartë që çdo ndërhyrje në zonat e ndjeshme duhet të kalojë në vështrim të plot mjedisor dhe të shmang urbanizimin e tepërt. Në një dokument zyrtar, UNESCO kërkon nga qeveria e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut që të ndërmarrin masa urgjente për mbrojtjen e ekosistemit dhe ndalimin e ndërtimit midis Drilonit dhe Tushemishtit. Nëse rekomandimet nuk zbatohen, në vitin 2026 liçeni i Ohrit mund të futet zyrtarisht në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. Ky liçen ka jetuar për miliona vjet dhe është dëshmitari i historisë, kulturës dhe natyrës shqiptare, por sot ai ndodhet në një udhkryq midis mbrojtjes dhe betonit. Nëse nuk veprohet me përgjegjësi, peizazhet që frymëzojnë Naim Frashën, Migjenin dhe Kadaren mund të humbas për gjeneratat e ardhshme.